Trisnja. Që 3 ditë sikur u paralizua me burim. E kemi jetën e dytë. Ajo kishte vajtur në policit. Edhe i tha të bijës, ti. Ajo ndoshta futi në një tjetër. Ajo reagoi më përpara, po nuk i ta adresë të saktë na gënjente në mashtron. Po ai që është i padallzuar vonë më shumë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim do të shkojmë jashtë territorit të Shqipërisë, do të jemi në një nga vendet e BE-s, do të hap dritaren për një gjyshe nga Devolli, quhet Limoza, e cila do rrëfej historinë e djalit dhe të ishnuses, por do të jetë në kërkim të mbesës së saj që ka 13 vite, që fatkeqësisht nuk e ka parë dhe nuk ja ka dëgjuar zërin. Por çfarë ka ndodhur në familjen e tyre dhe pse kjo gjyshe është ndarë me mbesën, do të jetë zonja Limoza që do e rrëfej, kështu që është duke më pritur, është në një park, është duke më pritur, kështu që hap dritaren dhe e ftoj. Limoza, përshëndetje. Përshëndetje Odeta. Si jeni ju? Mirë, juve si jeni? Ju jetoni jashtë Shqipërisë? Jam në Francë. Por pse më kërkove mua? Qa problemi ke? Djali im ishte i martuar me një vajzë atje në shap, edhe u ndanë. Vajza ishte e vogël 1 vit e gjysmë, hyri një problem, u ndanë. Në fillim këta jetonin në Itali. Ngeli me barande, e lindi e fëmijën edhe erdi. Po? Erdi nusa me një djali. Pas ta hyri një problem, u ndanë, gjyqi ja dha që jemës, mamasë, i dha detyrim me djalit 30.000 leka në muajt, edhe ne po ja paguanim rregullisht. 3-4 muaj ja paguam. Pastaj e mori e iku pa firmën e djalit. Iku në Francë. Vajta unë në zyrën e përparimit, e i thash që kështu mos ja e do të lekët në bankët, se ka ikur. Po tha, si e i para ti, më tha mua, të gjithë kështu janë. As e para, as e fundit, si e? As e para, as e fundit. Djali kish ikur në Itali në punë, se ishte me dokumenta. Dhe sa vite keni pa e takuar? Ishte 1 vit e gjysmë, tash nuk e di eksaktun, po thonë është bërë 13 vjet. 13 vite që s'ke takuar mbesën? Po, djali se ka parë. E dashur Limoza, më lejon të të pyes? Po. Djali juaj u martua me nusen? Po. Përpara 13 viteve sa i bie, më shumë? Po, më shumë. Ata që ndruan shumë pak bashk, me sa kuptova? 1 vit e gjysmë ishte vajza e vogël. Kur u ndanë? 2 vjeta, 2 vit e gjysmë, që 3 që u lind, për shembull. Po. Por kush ishte shkaku i divorcit? Shkaku i divorcit të këta prindrit e kishin e kishin lindur me vonesë, këta dhe e kishin kështu si me thak më këtë. Ishin 3 motra këto. 3 motra, po? Ishte shkaku. Dhe kjo, kur u martua dhe iku në Itali, për shembull, edhe nuk kishte punë djali gjithmonë, duan pinte, të papjeku, për shembull, e si arrinin lekët, për shembull. Edhe këta i thanë, hajde këta e dakte që mos vuash ande, se nuk ishte edhe punë shumë që të arrinin dot. Po sa vjeç ka qenë djali juaj kur u martua? Dhe sa vjeç nusja, pra afërsisht sa kanë qenë? 17 vjet si kur ishin një moshe ishin. Wow. Jo, më fal. Një moshe ishin, të vegjël ishin. 17 vjeç, 18 vjeç kanë qenë? Baj, ma gjotashi, tashi, djali është 21 vjet. 21 vjet. Çupa 13 vjet. I bie 27, 26 vjeç. Po, do thosha 27 vjet. Po, një moshe ishin bashkë. Po pra, i bie 26 vjeç, pra kanë qenë të rritur. Të rritur ishin. Por në momentin që u martua me djalin, si ka qenë marrëdhënia juaj me nusen? Mirë, shumë mirë.
Shumë mirë, me ne, si s'ka problem, me ne. Po pra, po në momentin E me djalin mirë ishte edhe me djalin. E dashu Limoza, ti po më tregon që marrëdhëniet kanë qenë të mira mes teje dhe Nuses, por edhe me djalin. Por pse u divorcuan? Domethënë, prindrit nuk donin djalin tënd? Kjo ishte rritur, unë jam nga fshati Cagojnë dhe Vëllë. Po. Edhe fshati Vranishti Nuses janë aftë. Këto Nusen e morëm ne në anë Miku. Motrën e kësaj unë e kisha për djalin e Daiu. A ishit krushim? Ishim krushim. Pra ka qenë me mbledhëri, jo me dashuri, njoja e djalit. Me mbledhëri, po. Mirë, erdhën të jetonin në Shqipëri, nuk djali zori një punë të vogël atje në fshat, në rritje pemësh. Po. Në frutikulturë. Sa merrin atëherë 300 euro në muaj. Në muaj? Ajo nuk rinte në shtëpinë tonë, ikte në motra. Por pse? Ikte në motra atje ishte rritur ajo. Nuk rishe në shtëpi. Unë ikja për shembull, se edhe unë jetonja në Greqi, e lam në Greqi, në ikëm mirë në Greqi, ishim bashk. Erdhëm pastaj, ashtu na vajti një punë, erdhëm në shtëpi të gjithë. Jetonim në Shqipëri. Nuk rinte, nuk ishte për shtëpi për shembull që të rinte e ngrohtë. Edhe djali ikte në mëngjes, edhe kur vinte nga puna e kthente e motra atje, rinin atje. Edhe etëm gjy. Nuk tregonte djali çdo gjë, nuk ishte shumë i mbyllur. Por çfarë, ajo kishte në një hatër mbetje me ty si vjerrat, ç'a kishte ndodhur? Që nuk donte të rinte në shtëpi e burrit. Babai nuk i dinte këto gjëra që ajo vrinte atje. Më shumë në motra dhe në kunati. Ishte rritur në kunati. Edhe motra siç kishte jetuar bashkë me virin e me virën me ja kishte bërë, si që kishte bërë virës ajo ashtu e mësonin edhe këte. Që ndaju ashtë mos jeto me atë. Pra nuk e donin djalin tënd si dhëndër? E donin djalin. Nuk na donin ne si prindër, po të neve të dilnim jashtë të rinë në ato kuzhinat e diti ato kuzhinat e fshatit, jo në shtëpi të rija unë të flinja me burin. Vinte krushku për shembull, e thoshte juve flini në kuzhinë, pse të flini në shtëpit juve? Flini siç fle unë. Domethënë lerja shtëpitën Nuses edhe djalit. Wow, po kjo s'ka kuptim. Unë isha i raskapitur nga kurbeti e punuar me gjithë burin. I kam rrahur malet me kepë. I kam lënë fëmijët vetë. Të besoj, ke vuajtur, por nuk është normale të dalësh ti nga shtëpia dhe të flej nusja rehat, dhe ti të flesh në kasolla. Unë kisha edhe virin e kisha pasy. Nuk ishte virin e kisha shumë të mirë, po vetëm që nuk shikonte nga sytë, edhe e kisha ndarë në një dhomë të vogël edhe e mbanja mirë. Me banjë, me kuzhinë, me ujë të ngrohtja, mbanja shtëpinë pastër virit. Unë e kisha virin akoma që i kishte shtëpinë viri, me emër, unë të dilnja jashtë. Po mirë, kur të tha krushku, dilti jashtë të flejnë çupa ime aty, nuk ja ktheve përgjigje? Një dhomë gjumë ja kisha blerë çupës, edhe Nuses edhe djalit të rinin, unë kisha dhomën time. Po pra, po i thash unë më dëgjoj, i thash, unë do flej ku të duaj unë. Jam e lodhër raskapitur, i thash unë. Unë do flej unë ku të dua, në kuzhinët, në salon, do flej në dhomën e gjumit. Unë flisi që kemi fitur ne dhe kur vinin ata, vinin 5-6 veta. 2 djemtë, vinte e motra, vinte jamajati si karvan, a bëm të zemra, bam. Por pse? Më trokite zemra. Ushtroni presion? Po, vinin, edhe unë nuk mor asnjë foto, asnjë gjë, asnjë video. Vetëm e përpinja e ngërtishnja. Po mirë, burri juaj nuk reagonte? Burri ikte Greqi. Ishte Greqi burri, nuk rastiste kur. Por djali ishte i rritur. Djali ishte i rritur, Po nusja, raporti jot me Nusën si ka qenë? Ajo çfarë të komunikonte? Raport me Nusën mirë, nuk thoshte djali gjë, po e komandonin ata. Edhe vjeri e komandonte, la foste, e komandonin ata. E pastaj ishte një rast, ishte burri. Në shtëpi. Ishte në xhoxhoritën djali Nusja, edhe erdhi kunati, i mori ku vajtën me makinë, vajtën në jati.
në jatin në Vradisht, më tha mua nusja më mban qik qupë, më tha që unë do ikë. Unë më ndryshe trupi, thash, unë nuk e bëj dot. Edhe buri u shqetësua. Nuk e mbaj dot, i thash. E buri u shqetësua, këta kishin marrë një thes me miell, një frigorifer, fasule, qumësht, edhe e sollë në shtëpi që unë i kisha kushtet në shtëpi. Edhe të më thoshin që neve nuk rrim me ju, do ndajemi, po unë kisha agjendje, unë i blija një shtëpi në fshat. I blija një shtëpi edhe. Dhe ata u ndan për jush? Jo, nuk u ndan. Erdhi i buri, erdhi djali, i tha çfarë bani sa? E pa më të burin e motrës ati me makinë. Ç'është kjo makinë? Ç'është ky frigorifer? Ç'është ky thes me miell? Nuk të arrit mielli tim, i tha, se ne në fshat mbjellim grurën. Edhe i bluanim edhe i kishim për gjithmonë, tër vitin, që kështu ishte. Kështu e kishim në bukën, e qartë. Kështu ishte puna, edhe qartë, po, një frigorifer, po ku e shtëpi edhe ja sollovi buri djalin në pjesë, mirë në faqe. Ajo, pasaj këtila, pse godete, a i kunati, një talen, e frigoriferi nuk e la dot. E as mielin, e mori e i për ushe, nuk bet kështu. Kemi vojtë. Pas keni patur konflikt edhe me djalin tuaj? Djali ton jo konflikte, nuk gëzishim, për shembull paje dëgjonte shumë, e rinte kështu, ishte po rinte, siç i thoshte vjeri nusja. E dashur Limoza, ti e ke mbajtur 9 muaj në bark djalin. Ti vetë me djalin nuk komunikove që o birë, nëse do të ndahesh, vazhdo të jesh i lumtur, por ne s'të kemi bërë asgjë të keqe? Po nuk na thanë, nuk kuptonja gjë, nuk shu e ftohtë të rinte, apo... Ajo ka qenë nusja jote, moshën e vajzës tënde, të djalit tënd, ti nuk mundet do të flisje si nën e bime të, se ndoshta raporti vjerë nusë është pak e vështirë, por nuk mundet do të flisje që pse bën këtë lloj sjellje kur ne të duam? Unë kështu, ajo kokën kështu, dhejt në një me motër. Të përbuste? Jo, s'kisha ndëgjuar në e laftë të keq, jo. Po e kishin atë, që vetëm neve të dilnim jashtë, mos rrinim në jo familja, edhe një dy herë erdhën ata, edhe ishte edhe një vëlla që jetonte në Greqi, i thashun, po tashin neve i martohem djalin, i thashun tashin ne jemi gjallë, si të bëjmë, i thashun. Ta lem këtë shtëpi e ikim, ku të vemi, i thashun. Po jo, juve ini, po ini, ja që ini, jemi, i thashun, si të bëjmë ne. Çfarë doni nga neve, i thashun. Kjo është absurde. E dashur, Limoza, sa fëmijë të tjerë ke? Kam edhe një djalë edhe një vajzë tjetër. Djemti kam bi një. Që do të thotë ajo shtëpi nuk është vetëm e atij djali dhe asaj nuse, ka pjesë dhe djali tjetër. Po. Si pretendonte kjo nusja jote, ish nusja jote që dilti nga shtëpia më i vjerë se do rriun tani. Kjo s'ka kuptim. Unë se që mbytur në lumë kur iktim Greqi. Kanë qenë 20 bura edhe unë isha vetëm grua. Kisha i burin e kunatin e nipin e... Jemi në një lumë anë nga devolli se që mbytë. Të mërshme, kur ikim në kemë, gjebëra dokumenta, jeli një fëmijit me virën e me virin, ata miritën. Unë vinja ja jep një lekët mamase dhe babit, edhe që jo ta në fëmija, të ki një leka. Do të pyes edhe për vështirësitë e tua, por ndalemi tek historia e djalit se ky është thelbi. Dhe çfarë do më pas Limoza? Ata vendosën që të iknin. Ikën në Greqi, në Itali. Po? E nuk ja dilte dot, për shembull, me lek, sa rinin dot. Të përballonin jetesa. Mirë me punë, një par punë, mirë, dakord, erdhën. I gjygjëritën këta. Motra, jema, jati, se ikin si me thagë, për shembull. Mos na vaj qupa, dhe është normale, është e vla. Po? Kjo deshte që të ndashe, pasaj deshte që të ndashe nga neve. Nuk na. Tani, ish nusja donte të ndash nga ju, apo nuk donte më as djalin tuaj? Jo, nga ne. Të rinin vetë, pra, ajo të rinte në shpitë, po. Po ndan. Nuk na tha asnjëherë. Po pra, pa ata ndan, ikën në Itali. Pse nuk e përballuan dot ata jetesë, nuk është faji jot? Jo, ashtu e. Jo.
Por çfarë ndodhi në Itali? Domethënë çfarë të ka treguar djali? Si u ndan ata të dy? Erdhën të dy në shtëpi, në familjen tonë, do jetonin me ne. Sa jetuan në Itali? S'mbaj mend. Iku me bara dhe erdhi pasaj 1 vit e gjysmë ishte fëmia. 1 vit e gjys. Një vit, pasaj ndej në 5-6 muaj këtu, nuk mbaj mend. Pas 1 viti e gjysmë le të themi, në emigracion ata vendosën të kthehen në fshat dhe të jetonin me ju. Po. Çfarë ndodhi në ato 6 muajt e fundit? Nuk rinte në shtëpi, ikte në motra. Sa gëdhishe, rinte pak, ikte, nuk as gatuante për fëmijën, as e burit, si të bante buri? E gjyxyritnin e motra e motra në... Edhe kur vinte djali nga puna, e kthenin ande natën vinin. Por sa vinin në gjumë ajo fëmia, në krah me gjumën. E vinte në gjumë, jo flinin natë ishte. Por ti djalit, nuk arrite dot të merre guximin, ti thoshe që o bir, nuk është mirë kjo gjë që po bën? Po i thosha djalit, po as kishte fuqi aq. Si reagonte djali ndaj teje? Djali? Po, kur ti i flisje? Mirë. E të thoshte që edhe neve i binim jo shtëpi se kishim mundësinë. Shtëpi nga fshati, pastaj ka dhe Korçë. I thosha, unë nuk duan të rinë në fshat. Ka bilisht, ka Korçë. Të zedh një punë, e të punojnë. E në fshat kishte. E pastaj... Po? Djali e goditi, jo është një pëllembë. Tha, po unë këtu jam, tha, unë kam mjellë sa të duash, i tha. E tha, po pse më gëdej, tha, djali, ajo, i këtili, atili. E godite, pse godite, ajo, thiri, aluridi. Dakor. Pastaj, erdhë në shtëpi. Po? Pra, djali ka goditur nusen, në debat me njëri tjetrin ai e ka goditur. E goditi buri, tim. Babai goditi djalin, e qartë. Babai goditi djalin. Por ai nuk reagoi kur babai e gjuajti. Jo, djali e mori fajin e tha mirë ma be. Po ti ke babai, tha, unë pse punoj, tha, për ke punoj, tha, unë kushta e mielin, tha. Unë njerin djali kisha në Francë, këte. Njerën qupën e kisha në Francë, kushta e mielin, tha, për ke punoj, unë, tha, unë e dërgoj gruan, tha, që i mbjell tokat, tha. Që nga Greqia më dërgon të i mbjell një tokat grurë, si linja asë njërë. Por çfarë ndodhi më pas? Ishte ajo që e kërkoi ndarjen nga djali juaj? Ajo. E dashur Limoza, çfarë ndodhi atë ditë që nusja iku përfundimisht dhe nuk u kthye më? Iku, po ajo kishte vajtur në policit. Kishte vajtur në komunët të fshatit, edhe kishte thënë që vjeri më ndoshi me sapatë. Ka denoncuar vjerin, ish vjerin. Jo, atë ditë buritim duhet të kikte, se prisnin në punë, në Greqi. Po? Të nejsmen si kur iku, a pas 2 ditësh. Iku. Ta unë moza do ikta se më kërkoj në punë t'i rikë, se unë ndejta në shtëpi se vjeri nuk shikonte shumë nga sytë, u rëndua, e linja me një punëtor, pastaj s'mbante me. Do dërinja unë detyrimisht. E qartë që i shërbe e vjeri tëndë. E mirë, për 2-3 ditë këta erdhi i pushtetit. Po mirë, vjeri, burri juaj, le të themi, vërtet, donte ta dhunonte nusën e djali që e vajti e denoncoj? Po pse e bëri këtë gjë? Më doli me thika me sapatë se si tha. Se e më thuan, e motra se ajo ishte. Po se kjo është akuzë? Akuz, prit. Edhe erdhën këta 5-6 vetë. Policia. Gjende prapë, e ma janë ti motra gjenda. Familje. Po ku është Myzaferi? Sa shumë iku në Greqi. Po e tha, që si tha Shëndorën, edhe gurin e Shëndorën, tha, po pse i tha shumë, i bën gjarat e ik, tha, po jo, i tha shumë, e kish përti, kur a e iku. Sa po na vjen kishta, e ka ndjekur, tha, qupën, tha, me sapatë, tha, me thika, nuk e di, s'mbaj me, po i mbaj me një që ta këshu. E ja dhe rënë, qarë ke berë me dini, sa i tha shumë, qarë pas ka berë. Po mirë,
Pa e paragjykuar se nuk e njoh. Ishte normale nusja e djalit? Nusja? Normale, po mendja. Thash unë. Unë e marr burin telefon. Nuk u lëviza nga shtëpia, unë te këtu edhe telefon në sytë atyre, 5-6 veta. Thash unë, kështu i thash unë kanë erdhur. Edhe thot që më ndoj që i vjeri me sëpatët, me thikë, nuk e di unë. Po, tha, pa e kërkon na futë burë kësa neve, qanë këto, tha. Ja, dëgjojni, i thash unë. Jo, me moza qanë këto ti si isha atje. Unë djalit jo që një shpollë, tha, jo. Ajo tha, ja, thoj tilit. I tha, ajo. Pa o tili, i thash unë. Djalit? Jo, tha. Djali, jo, tha. Ajo jati u preke, tha, të kuptoj, të besoj, më thamë. Të besoj. Edhe i tha të bijës, ha, ti. Ajo e motra, bën të lafe mua. Do të mbet, më thash mua në sytë. Unë asë një video, asë një gjë, unë vetëm trupi më dritë. Po mirë, nuk munde do të flisje ti me motrën e saj që mëj, që pun ke ti në familjen time nëse do ta marrësh motrën tënde e mere, po jo të shkatëron të ty familjen tënde. Unë nuk isha e lateve dhe nuk kisha të mendje. Ne kishim mendje të jetonin bashkë me djalin, ta kisha mësën e djalit. Brënda. Nuk isha ashtu. Por ish Krushku e besoj që nuk ishte ndodhur asgjë me vajzën e ti. E besoj. Edhe tha, edhe erdi dhe ky. Erdi në mëngjes, ta nuk më kujtojt njëre erdi pushteti në shtëpi, tak në dera. Policia? Si është pushteti? Jo policia, i komunës. Komuna. Ta kështu e kështu, tha, ka denancuar që më ndoshi me edhe po vina ta, më tha mua. Ta shumë po vina ta. Po e dë vini, ta shumë. Erdhen pasaj, ta unë besova. Dhe nga i moment nusja iku nga shtëpia. Nusja iku, filan ditë do vim të marim plaçkë. Po? Po, unë i dua dhomë në gjumi. Jo, i dua lekat të dhomës të gjumi. Gjysëm për gjysëm si që e blemë. Po dakor ti tha shumë. Kjo është qara. Hajde i tha shumë, se ja kam bërë gati, i tha shumë. Unë i thash, ja kam bërë gati, hajde i marë, gati i ka. E ja këshu. Pasaj erdi pushteti gjene, tha jo, tha. Më tha, ja ti mbylle këte. Se e di se qarta i kishte. Ata e morën vajzën në shtëpi me gjithë besën dhe djali juaj unda. E morën, unda. Por, pas divorcit, është bërë divorci ligjor, është bërë, më the. U be divorci ligjor atëre, u be. Edhe bile deshte ta merte, i vinte djali atje. Këtë duat pyet. Deshte ta merte, i vinte djali prap në fshat. E ta konte, i tha buri, hajtë të blemi shtëpi, tha mos e për shtëpin, hajtë të blemi shtëpi dhe. Por ata u divorcuan, Limoza, djali juaj e ka takuar vajzën e ti pas divorcit, kur ajo jetonde të prindrit e saj, ish nusja? Ishte djali 5-6 muaj, 7 muaj nuk e di. Ishte. Kur vini me kërkonim që e meni me taksi, ata dilni si xhandar. Po pse? Ja ashtu dilin ata. Vini në policit, si jepni lekat, mos e shikonte djali fëmijën. Ishin shumë njerëz. Djali kishte një vendim gjykate që ja jepte të drejtën gjykata ta takonte dhe të pagonte detyrimin ushqimor. Dhe ju më treguat që keni qenë korrekt, shkoni të pagoni detyrimin ushqimor. Po, edhe gjenë dhe dilin si xhandar. Nuk ishin njerëz. Po, e pastaj neve nuk denoncuat në polici? Pse nuk denoncuat në ato kohë në polici që nuk takonte do djalin? E vinim neve në policit, na jepnim 5 minuta apo 20 minuta, ose 2 ore, shpinim në shtëpi me taksi, po nuk i din që. Në ato kohë keni takuar mbesën? E takonim. Po më pas që ndodhi? U largua ajo jashtë Shqipërisë? Pastaj djali gjeti një tjetër, se 9 muaja nuk e di se sa ishte pa pjesë. Unë gjeti një tjetër. Normal, jeta vazhdon. Edhe ai do martohet, edhe ajo do martohet, por fëmia mbetet i përbashkët. Çfarë ndodhi më pas? Djali u martua?
iku djali në në Itali prapë se kishte komentat. Po. Edhe detyrimet vinja ja pagonja unë në Korçë, Po. në bankë. Pastaj gjë në event edhe thanë e ka mbyllur. Kë kishte mbyllur numrin e llogarisë? E kishte mbyllur numrin e llogarisë. Por pse e kishte mbyllur numrin e llogarisë? Nuk deshte. Po mendje saj që ti mblidhen shumë edhe ti rëndoshe djalit për shemb. Nuk e kuptoj këto nëna që e bëjnë këto veprimi, por ajo sot ku jeton shusja jote? Jeton në Franca, ajo në jo Mencë, po Nams. Është martuar, ka kryuar jetën e saj. Nuk e di, të martuar nuk e di që bashkëjeton me një shqiptar. Ka jetën e vet. Por fëmijën ajo e ka nxjerrë në mënyrë ilegale nga Franca, nga Shqipëria në Francë. Të them drejt si ka nxjerrë ajo, unë vinja punonja në fushë, të mbillin fasulen edhe atere, edhe ma dinin token, edhe kur e vajti dreka do vinja ta një buk, edhe kur e shikoj një pasaportë të djalit në mes rrugës. Më karën pika, u ndrodha një pasaportë e mbaruar e skaduar në fillim, fare deshin ta merrim djalin si fëmijë, që ishte i vogël, edhe deshin ta merrim në Greqi. Nxinin pasaportë ashtu atëre. Kur e shikoj unë djali me as drejto trupi, sa njerëz të poshtër vetëm keq në na bëni, më dritet. E mora atë pasaportën me një fotografi e shiva e futa këtu. Por kush e kishte hedhur pasaportën e djalit tënd të vjetër? Atë pasaportë një natë neve shikonin fotografi me nusën e me djalin, ishte edhe fëmija. Edhe kjo rinte në kemë kështu më tha mua, këtë pasaportë më jep mua. Ajo ishte i skaduar, ishte i vogël djali. Që dhe ishte atë pasaportë? Unë pa djallëzi i thash mere. Ata jo ka marrë firmën e djalit. Me atë pasaportë, e ma odhën edhe mua që ja qarë të bëmë. E pasaj kur dëgjua më neve që ka ikur në Greqi. Në Greqi apo Francë? Në Francë, më thash, në Francë. Ishte buri motrës, kishte dy djem në Francë dhe vajti, ai ishte i nxishte këta si refugjat. Ishte shumë refugjat. Djali juaj ka bërë denoncim në Shqipëri ose ti si gjyshe ke bërë denoncim aty në Devoll? Përse që i ku e mori fëmijën, jo. Po duhet ta bësh. Duhet ta bësh një herë të lloj denoncimi, apo djali, babai i vajzës, duhet ta denoncoj ish partneri që është larguar nga Shqipëria dhe ai nuk ka qenë në Shqipëri. Ajo le ta ketë vjedhur firmën e djalit, kjo gjë verifikohet. Në periudhën që ajo ka dalë nga Shqipëria, djali jot ka qenë në Itali. Dhe nga stemi Teams verifikohet që ai nuk ka qenë në Shqipëri dhe kur ja dha këtë firmën dhe prokurën. Kështu që ju mund ta denonconi në polici. Kisha vajtur unë të paktën. Po patjetër, ti si gjyshe mund të shkosh dhe ta bësh denoncimin edhe në emër të djalit, padyshim që ish nusja është larguar nga Shqipëria me gjithë mbesën në mënyrë ilegale pa firmën e babait dhe ai baba ka një vendim gjykate që ka të drejta për të takuar dhe për të dhënë detyrimin dhe mbi të gjitha. Shumë nëna vinë tek mua dhe kërkojnë detyrimin ushqimor, ndërsa ti si gjyshe shkon për ta mbyllur detyrimin ushqimor dhe nusja e ka kanceluar në llogarisë. E bile e kam atë kartën akoma, e kam mbajtur. E kam në shtëpi, në Shqipëri, e kam mbajtur atë që e kam paguar 4 muaj se e kam paguar. 5-6 muaj nuk kam mbajtur. Për mbesën ka marrë? E kam. Po, si s'më ka marrë, se është kopje edhe mua. Thonë, të ngjan ty. Gjyshes. Por më ka marrë, mos më ngjasë, është gjaku i djalit. Është gjaku juaj, çon si kaku i ngjan. Por djali çfarë thot? Edhe ai e kërkon vajzën. Djali e mban të vogël në pasaportë të mban këtu. Ka lindur fëmijë të tjerë djali? Ka lindur 3 fëmijë. Oh, ka dhe 3 fëmijë të tjerë me jetë. Pa 3 fëmijë. Arosh, faleminderit. E dashur Limoza, nëse unë do arri të lidhem me ish nusën e djalit tënd, çfarë mesazhi do i përcjellje ti? Denisës? Po. Po do t'i përcjell, ne jemi gjysh edhe gjysh. U be si u be, ne i kemi gjak, është gjaku tonë. Unë e kam besë. Unë edhe për Denisën, edhe si kur të mershin gjenere të mereshin, edhe si jemi nga ta njerës. Të djallëzuar nuk jemi. Po, aji që është i pa djallëzuar vërë në shumë. Ajo që ti kërkon ditën e sotme është të takosh vetëm besën tënde. Të shikojnë, ta njohë baba në ku e ka, edhe kë ka baba,
se ajo i ka thënë që babait i ka vdekur. Po si e mësuat? Neve na thonë. Nga e mësuat? E kanë mësuar që babait të ka vdekur, se ne e dimë se në fshatin tonë ka shumë shqiptare që janë atje. Që jetojnë në Francë në atë qytet? Jetojnë në Francë. Edhe të ka vdekur babai i kanë thënë. E unë desha të vinja se kemi atje njerëz nga fshati tonë. Desha të vinja, i thash djalit të madh që do ta marrë filin edhe do vejmë ta shikojmë mbesën. Mirë po djali tim është shef në një këtu në Francë, në një spital asistent social. Po. Është shef. Edhe i di këto gjëra. Më tha mua vete ti vete, tha po unë tha s'të flas me. Sa e di ti tha jo çfarë ka reaguar e çfarë ka thënë, tha për të marrë dokumentat në Francë. E qartë. Edhe i mbrojnë femrat më shumë, nuk gratë ta, nuk i mbrojnë burrat. Por ti e gjyshe dhe bën të pamundrën. Unë uroj dhe shpresoj që ajo nën të ndërgjegjësohej dhe ta kuptoj që kudo që të shkoj, vajza ka një baba, që ajo nuk ja tjetërson dot dhe nuk ja mohon dot. Po është gjuna. Unë i lutem Denisës është gjuna. Nuk i kanë prindrit dhe i kërkojnë. Ajo i ka dhe ta ditë të vdekur. Uroj dhe shpresoj e dashur që të lidhesh sa më shpejt me mbesën tënde dhe mbi të gjitha ideali jot të ketë kontakte me vajzën 13 vjeçare se ajo e ka bërë për herë të parë baba. Faleminderit. Edhe Denisa i dërgonte mesazhe, a ndiun adresë djalit që do vajza të flas, do vajza të flas. Edhe një Tiranë Çupa. Ja gjeti adresën e i tha, të takojmë, i tha, të shikojmë vajzën me qenë se... Po dakord jam, tha jo. Dakord jam, tha, të ta sjellun, i tha, djalit, të ta sjellun, tha. Kur ka ndodhur kjo gjë? Ja ka 7 muaj, 8 muaj, nuk më kujtoj. 8 muajve, do më thënë, pas afro 12 viteve, ajo reagon. Ajo reagovi më përpara, po nuk i të adresë të saktë në gënjente në mashtron. Dhe kur i tha vajza më jep një adresë të vi të takoj mbesën? Pasaj vajza i tha, do flasë tili, i tha, me vajzën, i tha. Ajo i tha, dakord, i tha. Morën e Çupa në telefon, e thirrëm djalin, ajo nuk, djali nuk i shikonte këta. Ajo i shikonte djalin në Çupën edhe Dhëndrin. Edhe i tha Dhëndri, Denisa i tha, jemi pritur ta, jemi pritur Denisa ta, të vishta në shtëpinë edhe ta sjellësh Çupën e të rishe sa të duash edhe. Kam besim, na lavi mirë ajo, kam besim, mirë, edhe kjo thiri një. Ajde këtu i tha, Barbara i tha, ajde tha, e ka erdhur babi. Nuk e di, tash ishte Barbara, a ishte një tjetër, ajo thriste, nuk e dua. Ja, nuk do. Po një video, po një foto, një video atje, zua, po ta shikoj Çupën, ta shikoj. Ajo do shta futi në një qitër. Pastaj, filluan mesazhet, ku ke qenë të këto kohë? Ku ke qenë të kjo? Jo kështu. Edhe tak mesazhet shkruan Çupa. Nuk është e vërteta mami. Ajo tha ta kthen tak. Çupa nuk di tha. Të shkruaj aq shpejt. Pra, pretendoj sikur është vajza 13 vjeçare që shkuan me hallën e saj dhe i thotë që nuk dua t'u takoj. Ku keni qenë kaq vite që s'm keni kërkuar? Me djalin, uli djali me të shkruajtur. Ajo i shkruante. Denisa, jo vajza. E kuptoj, por aman djali nuk e ka parë me foto apo me video vajzën e tij. Jo. Në një foto jo, në një video jo. Dhe ju dyshoni se është vetë ish nusja Denisa dhe nuk është mbesa që shkruan. Nuk, jo, edhe djali e kuptovi, unë e kuptova, thash unë s'ka mundësi. Nuk di ajo të shkruaj shqip, neve kemi mbesën e Çupës, po nuk di shqip. Di të flas, po ju të shkruaj jo. E pa ju e përkëthen, po aq shpejt nuk e përkëthen dot kur, tak. Limoza, më thej që e vetme mes 20 burrave kam udhëtuar maleve për në Greqi. E kemi jetën e dytë. Mua më ka zënë në buri përdore kështu edhe konati kështu edhe kemët nga ulumi që ishte, mua më ngritën për pitën, trisnja. Buri më thosë me shtret kështu, thot konati, po vlerin ti dhe aju ka frikë, tha. Po ti ishim lëshuar në? Ti isha lëshuar unë nga frika? Më mori ujë.
Ndërsa një tjetër e mori një djalë një burrë, e mori uji, ata që na morën neve përsipër që na nxorën ande, rendi ai edhe e kapi. E kapi, pasaj ata burrat u lodhen au trej, më nuk e di, edhe i bën llaf e këtij që na mori përsipër. E i tha, po s'kini turpi, tha, rëpe kësaj gruaje, i tha, po shko me me të këto burra, kjo se hapi nërgojin. Edhe ja, kemi bërë 16 orë rrugën e kemë, që 3 ditë sikur u paralizoa me burin. E kemi jetën e ditës për ata fëmijë. Për të mbërritur në Greqi dhe për të punuar. Po, për të punuar për ata fëmijë. Çfarë viti bëhet fjalë dashur që ke emigruar? Isha pa dokumenta atëherë. Po. Nëse pesa, të ka qenë, nëse pesa, pastaj bëra dokumenta. Për herë të parë ke ikur në këmbë, në Greqi në 95 dhe ke rrezikuar dhe jetën. Po. E dhimbshme, vetëm për të siguruar para për të rritur fëmijët. Po. Po. Ne do mbetemi bashkë në kontakt, uroj dhe shpresoj të lidhem me Denisën, me ishnusën tuaj, por uroj mbi të gjitha që ajo ta kuptoj që ajo vajzë e saj ka gjakun tuaj, ti e gjyshja, ka një baba, ka një xhaxha, ka një hall që ka nevojë për dashurinë e tyre. Ne sa më shumë njerëz të kemi, aq më të lumtur jemi dhe ajo do ta kuptoj, nëse e do vajzën e saj, s'duhet ta ndaj kurrë nga babai. Do mbetemi në kontakt dhe të uroj gjithë të mirë aty dhe qofsh një gjyshje lumtur. Faleminderit. Të puth. Për çdo gjë, më dërgo mesazh. Dakor, do mbetemi në kontakt. Të përqafoj. Mirupafshim. Faleminderit shumë. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Uroj dhe shpresoj që ishnusja e zonjës Limoza, e cila jeton në Francë, ka nisur një jetë. Ju urojmë gjithë të mirat tek kësaj bote. Uroj të na ndjeki, të më telefonoj në numrin tim personal, pasi dua që ai baba të ketë kontakte me të bien dhe ajo nën ta kuptoj që vajza do edhe babajnë dhe pse nuk është rritur me dashurinë e tij dhe ndoshta vërtet nuk mund ta ketë dashurinë e tij, por nëna duhet të luftojë që vajza të ketë dashurinë e babait, vetëm kështu bëhen fëmijët e denj, kur rriten me dashurinë e të dy prindërve. Nëse një prind mungon, ai fëmijë padyshim do ketë mangësira, ndoshta mund të ketë dhe trauma dhe uroj mos të ketë, por që jeta e tij do jetë e vështirë. Dhe ju bëthirje të gjitha atyre nënave që largohen kështu nga Shqipëria, pa prokur, me firma falco, largojnë fëmijët, takmerren me ish partnerët, duke mbyllur telefonin, duke mos u lënë fëmijët të takohen, nuk e kuptojnë që dëmtojnë vetëm fëmijën e tyre dhe nuk bëjnë asgjë. Uroj që kjo zonjë të më telefonoj. Mirë, ju falenderoj dhe juve që qëndruat me mua deri në fund të programit. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që t'jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim këtu në YouTube Odeta Dume Mandro, ku çdo paradite live ora 10 jam me këto histori njerëzore që vijnë jo vetëm brenda territorit të Shqipërisë, po kudo ku ka shqiptar dhe falenderoj të gjithë që më ndjekin, më besojnë dhe duan të jenë pjesë e kësaj dritare që unë prej 2 vitesh kam hapur. Mirë, faleminderit dhe takohemi nesër me historinë e radhës. Mirupafshim.